Ju përshëndes. I jap se Fanoli u bë kryeministri i Shqipërisë, kryepeshkop i shqiptarëve në botë dhe ambasador i Shqipërisë në Amerikë. Tani ndiqeni me kujdes këtë material, o Shqipe, dhe do dëshiroj që të lini komentin tuaj dhe t'i shpërndani këto informacione, sepse kjo është historia juaj, historia jon, historia e gjithë shqiptarëve. Duam apo nuk duam. Bile do t'ju them, një popull pa një histori është asgjë. Dhe kjo histori që do t'i tregoj tani dhe janë të vërteta të dokumentuara, është historia e të gjithëve dhe kështu që secili duhet ta njohë dhe të marrë pjesë në një diskutim të tillë. Tani kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Fanoli. Theofan Stilian Noli. Pra ky ishte emri i vërtet i Fanolit. Dhe Fanoli lindi në Florida të Amerikës në vitin 1882. Fanoli lindi nga një familje, le të themi aristokrate, një familje e denj shqiptare dhe ishte rritur me frymën e një familjeje që e donte vendin dhe kërkonte që të bënte diçka për të tjerët. Jo vetëm aty, në rrethinat ku ishte pra në Amerikë, por edhe për shqiptarët kudo që ishin në botë. Në fakt, me këtë frymë u rrit edhe Fanoli. Fanoli studioi në Howard University. Njëkohësisht studioi edhe në Boston konservatori me nota të shkëlqyera. Ishte një mendje ndritur që të gjithë e respektonin, por Fanoli nuk e harroi gjuhën e tij, pra gjuhën shqipe, sepse kishte lindur nga prindër shqiptar dhe e bukur ishte që Fanoli që i ri fillonte që të shkruante pikërisht për Shqipërinë dhe shqiptarët. Mirë po, ai kishte kuptuar që shqiptarët nuk i donte kush. Në fakt ishte ky shkaku që ai themeloi edhe Federatën Vatra, ose ajo shoqat që gjendet ende sot, mos gaboj, Vatra, që i dha dritë jo vetëm shqiptarëve që gjendeshin në Amerikë, por edhe amerikanëve dhe gjithë botës që të njihte shqiptarët, sepse shqiptarët nuk i donte kush, nuk i donte asnjë. Bile shumë edhe amerikanët nuk e njihnin fare dhe kujtonin se shqiptarët apo Shqipëria ishin disa fise që vinin kush e di nga ku, sepse nuk kishin histori. Historinë e kishin vjedhur, e kishin plaçkitur, e kishin rrënuar, sepse kush kishte kaluar në troje shqiptare e kishin shkatëruar totalisht. Por problemi kryesor ishte një tjetër, që ndodhi pas vitit 1900. Duhet të dini që kisha klerike, kisha greke, gjithë ballkanasit nuk i donte në përkisha në Amerikë. Dhe ishte ky shkaku që i dha ndryshimin Fanolit. Nga i moment, ai padyshim ishte një atletar i zelt, por nga i moment i dha ndryshim që të bënte diçka unike. Kisha greke në Amerikë nuk pagëzonte shqiptar. Madje nuk bënte dhe mesha kur vdiste kush. Në fakt, në vitin 1907 vdiq një kristaq Dishnica. Dhe familja e kristaq Dishnicës kërkonte që të bënte meshën, pra të vdekjes së familjarit të tyre. Dhe kisha greke nuk e pranoi. Pra nuk pranoi që t'i bënte meshën. Dhe kështu e varrosën, që ishte shumë e rëndë në atë kohë, e varrosën pa meshë. Dhe kjo e preku thellë Fanolin. Në fakt, Fanoli pa thënë asgjë, askujt që në atë moment filloi që të krijonte diçka dhe themeloi kishën ortodokse në Amerikë në vitin 1908. Dhe kjo i dha jo vetëm identitet shqiptarëve, por i dha identitet Shqipërisë, në Shqipëri atje ku ishte, sepse si thash amerikanët dhe njerëzit në botë nuk e njihnin fare Shqipërinë. Pra Fanoli ishte ai që bëri që të tundeshin themelet për të njohur shqiptarët dhe Shqipërinë në botë. Por prisin sepse nuk mbaron këtu. Nga i moment të gjithë shqiptarët filluan që të adhuronin, sepse kishte bërë diçka që askush nuk e kishte bërë. Pra ishte i ri, 26 vjeç, dhe u bë kryepeshkop, sepse fillimisht u bë peshkop, pastaj e zgjodhën kryepeshkop të shqiptarëve, jo vetëm në Amerikë, por edhe në botë. Dhe lindi kisha ortodokse shqiptare. Duhet të dini që Shqipëria ka qenë një vend laik prej kohësh dhe secili ka menduar të besimin e tij. Normal që në kohët e vjetra vendet shqiptare deri në Thesali ishin pagan dhe nga paganizmi lindi çdo gjë. Në fakt, kjo tregon dhe themelin e paganizmit në botë, që njerëzit nuk e kuptojnë. Pra, studiuesit jo se nuk e din shumë mirë që paganizmi lindi si pasojë e dëshirës ose respektit për diçka të mbinatyrshme. Dhe pikërisht ky pluralizëm vazhdon ende sot në troje shqiptare që nuk gjendet në asnjë vend tjetër të botës. Dhe kështu që Fanoli
bëri një diçka madhështore. Në fakt, ai pasi mori doktoraturën, u bë një nga mendjet më të njohura në botë, sepse doktoraturën mos gaboj e mori në vitin 1945. Dhe pasi kishte bërë Howard University në 38-ën dhe pastaj edhe Boston Konservatori. Por në vitin 1912, kur u shkuan delegatët në Londër, Fannoli, ndonë se nuk ishte atje, ai dha kontributin e tij. Tregohet se ai u shkruajti pushtetarëve më të mëdhenj që u mblodhen, sepse u mblodhen që nga viti 1912 deri vitin 1913, një rrugë e gjatë për të ndarë kufit e botës, dhe donin që ta shkatërronin, ta coptonin Shqipërinë. Dhe ishte një nga këta dha dhe kontributin edhe Fannoli, përveç të tjerave të Isa Bulletinit edhe Ismail Qemalit të tjerë. Por Fannoli e bëri me dashuri, me respekt, e bëri sepse donte Shqipërinë. Në fakt, në vitin 1924 ishte ai që e zgjodhën si kryeministër. Nuk zgjati shumë, vetëm 6 muaj partia e tij ose si kryeministër, sepse e luftoi Ahmet Zogu. Duhet dini që Shqipëria ka qenë gjithmonë mes trysnive, sepse gjithsekush ka dashur të bëjë siç të doj, qoftë në besimet fetare, qoftë në politikë, qoftë vendet fqinj që kanë dashur gjithmonë ta shkatërrojnë, dhe Ahmet Zogu nuk bëri gjë tjetër veç se e hodhi poshtë për të bërë ato budallëqe që bëri dhe pastaj iku në 39-ën e tjerë që i dim të gjitha. Pra Fannoli ishte ai që i dha pluralizmin politik shqiptarëve dhe Shqipërisë. Dhe ai nuk u pre aty kur ndodhi kjo, pra që ndejti vetëm 6 muaj. E dini se çfarë ka thënë Fannoli kur ra partia? Tha, edhe ne kemi patur, normal tha që kishim probleme, secili tha ka, por është një shtet i ri dhe padyshim duhet ka probleme. Pra nuk i dha fajin të tjerëve, nuk tha që janë trysnit, jo, por ja hodhi fajin vetes dhe atyre që kishte përreth. Pra ky ishte Fannoli. Fannoli që i dha emër dhe i dha zë Shqipërisë në botë. Sepse pa Fannolin nuk do të ishin gjithë ato shkrime që flasin sot, qoftë edhe amerikanët po dhe të tjerët, që thonë për Shqipërinë që ka qenë një vend i vjetër dhe një gjuhë e vjetër. Pikërisht pra nga ato copëza të puzzlit të Fannolit. Dhe Fannoli, ose mirë Theofan Stylianoli, ishte ai që jo vetëm që i dha zë, por i dha rëndësi Shqipërisë në botë. Sepse të krijosh diçka për një shtet që nuk ekziston, për shembull atë që krijoi Fannoli, pra krijoi Kishën Ortodokse në botë shqiptaren në vitin 1908, nuk mund ta bënte dot, sepse s'kishte një shtet, nuk ekzistonte pavarësia e Shqipërisë. Pavarësia e Shqipërisë lindi 4 vite më vonë. Pra ishte diçka absurde që bëri Fannoli, e megjithatë ai ja doli. Një djalosh i ri dhe me respekt dhe dashuri të madhe për shqiptarët dhe Shqipërinë. Pra këtë bëri Fannoli që shumë njerëz dhe shumë trysni të ndryshme, ato që u thash më përpara, nuk duan që ta përmendin Fannolin. Por Fannoli ishte kapaku që vendosi mbi Shqipërinë dhe shqiptarët në botë. Dhe vdiq në vitin 13 mars, mos gaboj, të vitit 1965, i harruar nga shqiptarët, sepse nuk folën për të ashtu siç duheshin, sepse Partia Komuniste nuk donte që të ishte dikush kaq i famshëm sa Partia Komuniste dhe sa Enver Hoxha. Pra nuk doni që të kishte diçka tjetër më të madhe, më të fortë, më interesante se sa ata. Ata ishin, Partia Komuniste ishte më e forta, më e mira, ajo që i dha idealin, i dha forcën shqiptarëve. Pra nuk ishin të tjerët. Dhe ndaj kaluan vite dhe Fannoli u zbeh dal nga dal. Mirë po, pikërisht për këtë, po e bëjmë sot këtë video. Ndaj, unë do të dëshiroja që do ta shpërndani pa fund këtë video. Sa të mundeni ta shpërndani. Sepse ky është themeli i secilit, historia e themelit secilit prej nesh. Duam apo nuk duam? Doni apo nuk doni? Kjo është. Tani, në qoftë se ju dëshironi që ta keni si histori dhe ta mbani aty, shkarkojeni këtë video, dëgjojeni për herë këtë video, sepse këto janë informacione copëza jo vetëm si thash të Shqipërisë dhe shqiptarëve, por edhe tonat. Respekte, kalofshin ditë bukur.